Përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëserdhet në ditën e tretë të panairit të 5 mbarkombëtar të librit akademik dhe shkencor, një aktivitet që bashkë organizohet në Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës në bashkëpunim me Qendrën Kombëtare të Librit dhe të Leximit. Aktiviteti i parë i sotëm është një aktivitet kulmor për këtë panair, pasi siç është bërë tradit, Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit jep ndan çmimin vepra studimore më e mirë në kuadër të panairit. Po përpara se të fillojmë këtë seancë ku përfshihet shkurtimisht ndarja e çmimit vepra studimore dhe pastaj një prezantim i Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe të Inovacionit, ju jeni dijeni që dje u nda nga jeta akademik Recep Qosja, antar i Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës, njëkohësisht antar nderi i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, një personalitet unik i kulturës son, dhe duke qenë që kjo ngjarje rënd na gjeti në aktivitet, do të dëshiroja që përpara se të fillojmë ceremoninë e ndarjes së çmimeve, ta nderojmë kujtimin e tij me 1 minutë eshtje. E pa haruar jeta dhe vepra e tij. Faleminderit. Dy fjalë për çfarë është ky çmim. Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit është partneri ynë kryesor në organizimin e këtij panairi dhe në kuadër të misionit të saj për promovimin e librit në Republikën e Shqipërisë dhe të figurës së autorit të librit, që në këtë rast është figura e shkencëtarit, qendra në bashkëpunim me dy akademik ka ideuar pra dhënien e këtij çmimi që do të vazhdoj për gjithë kohën që ky panair do të organizohet. Dhe për këtë arsye sot kemi drejtoren e Qendrës Kombëtare të Librit të Leximit, zonjën Arta Marku, e cila do të lexojë motivacionin dhe do të ndaj bashkë me kryetarin e Akademisë së Shkencave çmimin për veprën studimore më të mirë. Zonja Arta, urdhëron. Përshëndetje të gjithëve. Data 23 prill në fakt është, e dim, dhe prandaj edhe ky panair ka zgjedhur këtë moment, është dita ndërkombëtare e librit dhe e drejtës së autorit. Dhe kur diskutojmë për këtë datë, gjithmonë kemi parasysh, pra mendojmë për arsye se pse u zgjodh ky çmim, si u zgjodh kjo ditë për të nderuar librin. Dhe kujtojmë që ishte në fakt data e vdekjes disa emrave të rëndësishëm të librit botror të gjitha kohrave, sikurse Shakespeare, Cervantes e të tjerë. Kësaj date ju shtua edhe një emër nga Shqipëria. Dhe unë dua ta lexoj si një lloj simbolike, jo vetëm si vlerë për Recep Qosjen, por për të gjithë shqiptarët. Sa i përket bashkëpunimit që për cilin zoti Tole foli, dua të them që është një nder për Qendrën Kombëtare të Librit dhe Leximit që bashkëpunojmë me Akademinë e Shkencave. Nuk bashkëpunojmë me një individ, bashkëpunojmë me një institucion që për më tepër vlerë ose boshti i këtij bashkëpunimi është dinjiteti institucional. Tani është momenti për të lexuar, nuk e di nëse emocionet e shkencëtarëve janë të njëjta me emocionet e shkrimtarëve, po më të mëdha janë. Çmimi vepra më e mirë studimore. Për kolanën akademike Eduard Sulstarova, vepra të zgjedhura në fushën e sismologjisë i jepet akademikët i asociuar Rapo Ormënit me motivacionin për dokumentimin me relevancë shkencore të kontributeve më përfaqësuese në fushën e sismologjisë të akademik Eduard Sulstarovës, duke i paraqitur ato si dëshmi e zhvillimit shkencor në vend dhe si burim frymëzimi për brezat e rinj të kërkuesve. Bravo. Bravo.
I nderuar kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, të nderuar akademik, të miq, pjesëmarrës të ftuar, do të them dy fjalë, jo si antar i asambles, po si një si afërt i profesor akademik Eduard Sulstarova për udhëheqjen e tij, për mentorsinë që ai ka pasur edhe për si babai i sismologjisë shqiptare. Është nder dhe privilegj për mua që përgatita, kontribuova në përgatitjen e këtij volumi të akademik Eduard Sulstarovës dhe ky vlerësim, ky çmim që jepet sot nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë është një vlerësim jo vetëm institucional, por ai për mua është edhe personal, sepse tregon që puna e bërë, kontributi për kushtimin ndaj shkencës dhe mësuesit nuk në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë asnjëherë nuk humbet. Akademik Eduard Sulstarova ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për sismologjinë shqiptare. Ai ka kontribuar si në rang lokal, po dhe rajonal në rang europian edhe më gjerë, për arsye sepse akademik Eduard Sulstarova ka qenë kryetari i Komisionit të Zvogëlimit të Riskut, të Paksimit të Riskut Sismik për Ballkanin Perëndimor. Ai ka qenë antar i Asamblesë të Sismologjisë Europiane dhe këto tituj ai përdori për të zhvilluar shkencën e sismologjisë shqiptare, që ngriti atë në një nivel shumë të lartë, po thuajse edhe në një nivel europian. Falenderoj kryetarin e Akademisë së Shkencave për këtë nderim ceremonial që bëhet veprës tij. Jemi borxhli akademik Eduard Sulstarovës. Ju falenderit gjithëve. Do të ftoja Rapon që në mënyrë simbolike botimin e veprës së akademik Sulstarovës t'ia dhuronte drejtoreshës së Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit për bibliotekën e qendrës. Faleminderit. Bravo. Dhe tani dëshiroj të ftoj drejtoreshën e Agjencisë Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, zonjën Daniel Pirrushi, për të vazhduar aktivitetin me një prezantim të veprimtarisë së akshit në të mirë të shkencës dhe kërkimit shkencor në Shqipëri. Fjala për ju. Faleminderit profesor Tole, të nderuar pjesëmarrës profesor Gjinushi, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi e veçantë për mua të rikthehem. Përgjegjësi e veçantë në fakt të flas përpara jush, të flas pas profesorit. Kuptoj që dia të bëjmë më të përulur, me shumë përulësi prezantuat dhe morët çmimin. Jam shumë emocionuar në fakt edhe që më keni ftuar dhe më bëni pjesë të aktiviteteve tuaja, e çmoj dhe e vlerësoj shumë. Në fakt ky panajër është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për të ekspozuar librat, për të ekspozuar dijen individuale, për ta bërë atë dhe ta transmetosh, por është një moment i rëndësishëm për të takuar, për të njohur. Dhe nuk do humbas asnjë rast për të ardhur tek ju, që të kemi mundësi që të njihemi dhe të shkëmbejmë njëri tjetrin për të kuptuar se sa e rëndësishme është që kur bëhemi të gjithë bashkë, kemi mundësi të bëjmë edhe punë të mira. Dhe kur bëhet fjalë për shkencën, për dijen, të gjithë angazhohemi dhe kuptojmë që kjo është themeli, guri kryesor që vlerëson dhe mundson një potencial më të lartë në të ardhmen. Kështu që në këtë kontekst, në emër të Ministrisë së Arsimit, më duhet të përmend dhe të nënvizoj kontributin dhe vëmendjen e ministrisë sonë sa i përket angazhimit financiar si mbështetje e rëndësishme, si një instrument shumë i rëndësishëm për të alineuar veprimtarinë, për të alineuar veprimtarinë e kërkuesit shkencor, individit, akademikëve, institucioneve, në mënyrë që, siç e tham, të mund të kontribuojmë për të ardhmen tonë të përbashkët, të rezonuar në fakt në kontekstin real, global, pse jo, në mënyrë që të mund të adresojmë projekte të tilla që mund na shërbejnë për të ardhmen tonë të përbashkët. Në fakt, AKKSHI-ja do përmend shumë pak numra për të kuptuar angazhimin real dhe mbështetjen reale. AKKSHI-ja në vetëm 5 vite ka financuar dhe mbështetur kërkimin shkencor në 4 dimensione të ndryshme në projektet kombëtare, në programet kombëtare, me 5.5 herë më shumë se sa 5 vite më parë. Ky është një angazhim në numra, në fakte, në le të themi në databaza dhe në komunikim ndërmjet kërkuesve shkencor dhe në krijimin e këtij komuniteti të rëndësishëm që, siç e shikojmë sot, unë në fakt kam ndjekur me shumë kënaqësi të gjitha ditët e panairit dhe kam vlerësuar shumë, le të themi, pjesëmarrjen tuaj aktive, por edhe këtë vitalitet sa i përket jo vetëm shkëmbimit, por edhe pjesëmarrjes. Në këtë kontekst,
Siç e thash, shumë pak numra do them, do përmend programet tona kombëtare si një angazhim konkret i bashkëpunimit me institucionet, me individet, duke filluar që nga individi, nga doktoranti i thjesht, një program rishtasi i hapur në agjencinë tonë për të ndihmuar që në fillimet e para kërkimin shkencor dhe për të mbështetur vizionin për të bërë pjesë e këtij komuniteti në këtë hapësirë europiane, le të themi, të kërkimit shkencor. Duke qenë në këtë hapësirë, në këtë kontekst, kemi mundësi që të mundet edhe ne të filozofojmë, por edhe të propozojmë projekte fituese, projekte avantgard, le të themi, në mënyrë që të mundet të realisht të shërbejnë për të zbatuar në kontekstin real, për të mirën e njerëzimit, për të mirën e teknologjisë dhe inovacionit. E fillova nga projekti më i vogël, më i ri, në mënyrë që të mundet, le të themi, ta gjej veten kushdo, edhe një studiues i ri në kohën më të hershme të tij, për vijuar në projektet klasike të tona, në programet klasike sa i përket kërkimit shkencor, të cilët kanë prodhuar tani më, vetëm në vitin 21-23 kemi numra dhe shifra që flitet për botime, për botime të rëndësishme, për shkrime të rëndësishme, në revista shkencore, kombëtare dhe ndërkombëtare dhe me vizibilitet shumë të lartë. Dhe këtë vit do kemi edhe numra që flasin mbi një angazhim, le të themi përsëri në këto shifra, mbi 5 herë krahasuar me vitet paraardhëse. Në fakt, projektet e kërkimit shkencor i drejtojnë realisht kërkuesit shkencor të avancuar, instituteve akademike, në mënyrë që të mundet më pas të prodhojnë këto botime që neve shohim. Projekti i rëndësishëm dhe bashkëpunim, le të themi, me institucionet e arsimit të lartë lidhen me infrastrukturën. Një tjetër pikë kyçe dhe projekte ku neve angazhohemi, vetëm sot pas 5 viteve, le të themi, projekt të gjallë dhe aktiv, neve kemi mundësinë të kemi 16 laborator të shpërndarë në gjithë Shqipërinë, që janë një ofertë që mund të shfrytëzohen dhe mund të aksesohen nga të gjithë. Sa i përket, më e përmenda shumë pak, nevojën për të pasur teknologji të implementueshme në funksion të dijes, në funksion për ta implementuar. Dhe këtu është një nga projektet kombëtare shumë të rëndësishme që ka një angazhim financiar të rëndësishëm thelbësor, dhe vetëm këtë vit kuptuam se sa është njohur, le të themi, nga komuniteti juaj dhe sa aktiv dhe sa i mundshëm është bërë. Këto janë 4 projekte kombëtare, por edhe në arenën ndërkombëtare që shfokusojnë që kërkuesin shkencor ta çojmë në këtë hapësirë europiane, në mënyrë që të flasim me të njëjtën gjuhë dhe të ecim në të njëjtin hap. Edhe në këtë kontekst kemi shifra dhe numra që flasin në favor. Jemi padyshim në fillimet tona për të pasur këtë prezencë europiane, këtë prezencë me një angazhim të fortë në Europë, por ama flasim për shifra gjithmonë më shumë në rritje. Kjo tregon që le të themi mbështetja jo një vetëm financiare, por edhe mbështetja sa i përket promovimit është e rëndësishme, prandaj dhe e bëj me shumë kënaqësi, le të themi, prezencën tonë të AKKSHI-s, të Ministrisë së Arsimit, kudo që kemi mundësi për të kuptuar që ekziston edhe kjo mundësi, dhe akademikët nuk janë vetëm, institucionet e kërkimit shkencor nuk janë vetëm, përkundrazi, ne besoj realisht në mbështetjen e këtij kontingjenti njerëzish. Dua ta përmbyll fjalën time, edhe një herë duke çmuar këtë moment, këtë energji pozitive që ndjeva, me dëshirën që kushdo ka pyetje të ketë mundësi të di se ku mund t'i adresoj. Neve jemi në një fazë përmbyllëse të gjithë thirrjeve të fundit sa i përket projekteve kombëtare, por projekte të tjera do të çojmë përpara. Ne përmbyllim në fakt të vit edhe projektin bilateral që kemi me shtetin e Kosovës. Ka prodhuar 14 projekte në 2 vite, projekte të rëndësishme me impakt, të cilat do të mund na adresojnë, le të themi, dhe të kuptojmë vështirësitë që kemi hasur, në mënyrë që thirrjen e radhës që shpresojmë të hapim këtë vit ose maksimumin në fillimin e vitit tjetër, kemi mundësi të adresojmë kontekste më reale, siç e thamë, në këtë hapësirën europiane të rëndësishme. Ju falenderoj shumë për ftesën. Drejtoresh Spari, të urojmë punë të mbarë, me që sapo e keni filluar detyrën. Besoj flas edhe në emër të kolegëve të Akademisë së Shkencave, të cilët qoftë në
si pjesëtar të instituteve, qoftë si të njësive të përkohshme, janë ndër më aktivët në aplikimin për projekte shkencore pranë Agjencisë Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit, pasi në një lloj kuptimi si ligji i AL-s dhe kërkimet shkencor brenda AL-s, si ligji për shkencën të veçantë e pozicionon AKKSH-in tash e tutje si institucionin qendror të financimit të kërkimit shkencor në Shqipëri. Deri tani kemi patur sukses me pjesëmarrjet në këto programet kombëtare të kërkimit. Shqetësimi ynë i përbashkët ka të bëjë me faktin që institutet tona e kanë shumë të rëndësishme aplikimin për projektet e infrastrukturës kërkimit shkencor. Pra, për të ardhur në ndihmë pasurimit të tyre me laborator, me le të themi investime të natyrës infrastrukturore të kërkimit, në mënyrë për të mbështetur proceset e kërkimit shkencor brenda këtyre instituteve. Deri tani kemi patur një lloj ngecje, pasi edhe thirrja e fundit që u hap nuk ishte e mundur që ne të aplikonin, do të thënë çfarë është menduar, pasi ligji i shkencës na inkurajon edhe institutet jashtë IAL-ve që të jenë pjesë e përfitimit të këtyre fondeve të infrastrukturës. Domethënë kemi një perspektivë për këtë? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Unë me profesor Tolen personalisht e kemi diskutuar disa herë këtë çështje. Profesor Tole është shumë vokal dhe përfaqëson dinjësisht le të themi zërin tuaj. Por le ta themi edhe më gjërë për të gjithë, që po, neve jemi në një fazë të rishikimit të ligjit për arsimin e lartë dhe shkencën, me shumë vëmendje të veçantë, por edhe me besimin tonë që po, duhet të çojmë përpara këtë kërkesë, sepse ne besojmë tek shkenca e hapur, besojmë tek aksesi i pa limit, le të themi, në mënyrë që të mundet përsëri të funksionojë për shkencën çfarëdo lloj kontributi në infrastrukturë. Dhe po profesor, ju e dini që jemi në këtë fazë rishikimi dhe e kemi adresuar, le të themi, grupit të punës që po punon për rishikimin e ligjit, jo vetëm këtë komponent, por në fakt edhe vetë AKKSH-ia ju e përmendët që është institucioni kryesor qendror financiar dhe promovues, duhet ta them, sa i përket kërkimit shkencor dhe inovacionit, dhe ne vetë po ndërmarrim një moment rishikimi të institucionit duke zgjeruar atë, dhe pjesë e zgjerimit janë edhe këto element dhe këto zgjerime, le të them.